Te kjo pjesa se me që e përmende na që të njohim ata që të përcjellin e din sakt historinë tënde, sa për sqarim të shikuesve, sepse e tham disa herë dhe unë edhe ti edhe Antigona, vështirësitë dhe sfidat, po që të mos ju mesim bosh atyre që po të shohin për herë të parë. Elvana prej feminisë së hershme ka pas prej moshës 6 mujore, ka pas disa probleme në lëvizje, ku prindrit e saj me këmbgulsi kanë kërkuar ndihmë kudo, madje edhe në kohën më të vështirë kur lufta po zhvillohej në Kosovë, derisa Elvana po trajtohej në një spital në Beograd, kur gjendja ishte shumë e rëndë në mes të këtyre dy shteteve, dhe Elvana qëndronte me muajt e tonë e vetme, sepse prindrit e kishin shumë të vështirë të deportonin në kufikt Kosovë-Serbi. Dhe gjithë këto sfida, gjithë operacione dhe gjithë këto tjera probleme, ka qenë kjo ajo, po e them klik që kur t'ja dal, ka më që me ndihmu tjertë. Kur e ndjeve të nevojshme që ti ki nevoj me kanë krahu i dikuj tjetër? Unë prej fillimit e kom ndje, sepse kështu jam eduku prej familjes e para. Fillimisht fakti që unë kom qenë gjithmonë e integrume në formë barabartë të shoqërisë ka ardhur pikërisht prej familjes, sepse ata më kanë trajtuar në formë të barabartë edhe me fëmijët e tjerë, në këtë rast me motrat edhe vllaun, kështu që unë nuk kom ditë ndryshe. Thjesht unë e kom ndje veten gjatë gjithë kohës barabartë me të tjerët, edhe e kom ndje nevojën për të ndihmuar të tjerëve kur unë jam ballafaqu me sfidat me cilat jam ballafaqu, sidomos me paragjykimet, po e them që kanë ardhur prej spektrit politik, aty e kom pa që jam në një pozicion të rëndësishëm, nuk do t'jem vetëm zë i Kosovës jashtë, po patjetër do të bëj diçka edhe në Kosovë që t'ju dalë në ndihmë të tjerëve, sa do pak ndoshta t'u alecoj ose t'i bëj të ndihen mirë në disa raste. Kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme që përvojën tënde personale ta ndash edhe me të tjerët. Dhe fakti që unë kam bërë dokumentar mbi jetën time, fakti që unë kam folur haptazi për vështirësitë e mia, ka qenë thjesht për ta eduku publikun e Kosovës në këtë rast që edhe njerëzit që mund të duken ndryshe, kanë probleme të ndryshme, mund t'ja dalin të jenë përfaqësues të shtetit ose të jenë të zotë në profesionet e tyre, edhe më vjen shumë mirë që një farë forme kom thy tabu, cilat ndoshta kanë qenë të pa imagjinueshme ma herët në Kosovë, kështu që sa më shumë që flasim për atë që ne e kalojmë, nuk është e turpshme. Sepse unë shoh edhe shumë raste edhe tani në këtë kohë që personat me nevoja të veçanta zakonisht fshihen, sepse ju vije turp nga kojshit, jo andej, jo këndej, kjo nuk duhet të ndodhë. Familja ime nuk e ka pas këtë gjë, unë gjithmonë kom qenë e ekspozume ndaj publikut edhe si fëmijë, kështu që ndoshta edhe kjo më ka ndihmu me kuptu që edhe unë jam si të tjerët edhe pse mund të dukem ndryshe. Prandaj është e rëndësishme t'i kushtojmë rëndësi.